تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturin, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej vazhdojmë edhe sot me temat të tjera të librit me titullin Feja e vërtet I zgjidh të gjitha problemet, nga autori, dietari kolosal, Imam Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di. Allahu e mëshirov dhe falt atë, në falt ne, prindrit tanë, dietarët tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Vazhdojmë te tema që ka të bëjë me shëndetin dhe smundjen dhe pastaj e shpjegojmë atë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Imam Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di, Allahu e mëshiroft dhe falt atë hoxhën ton të pranishmi dhe të gjithë muslimanët, në librin e tij me titullin Feja e vërtet I zgjidh të gjitha problemet, ka thënë problemi I shëndetit dhe sëmundjes. E ngjashme me këtë çështje është çështja e shëndetit dhe sëmundjes. Shariati Islam I ka sjell zgjidhjet më të përsosura për të. Ka urdhëruar për çdo gjë që mbron dhe përparon shëndetin dhe për çdo gjë që I largon sëmundjet ose që I zvoglon ato sipas mundësisë. Në këtë temë ka sqaruar detaje të dobishme, të cilat sillen rreth mbrojtjes dhe përparimit të shëndetit, shmangjes nga të gjitha gjërat që shqetësojnë ose bëjnë dëm dhe nxitim për mbrojtje prej sëmundjeve para se të vinë ato, si dhe për mjekim pasi të ndodhin. Krahas kësaj, ka urdhëruar për mbështetje tek Allahu, duke e ditur se vetëm Ai është që I jep dhuntit dhe I largon fatkeqësitë me butësinë, fuqinë dhe mëshirën e Tij, si dhe përmes shkaqeve të shumta të cilat Allahu ua ka mësuar robërve dhe I ka urdhëruar që t'i ndjekin. Ka urdhëruar që të luftohen sëmundjet dhe me gjëra të tjera përveç ilaçeve të dukshme fizike. Ka urdhëruar përdorim për hir të Allahut ndaj gjërave të pakëndshme, duke pasur besim në Allahun, duke pritur shpërblimin e Tij me të vërtetë. Me këto çështje lehtësohet vështirësia e sëmundjes dhe durimtari që shpreson shpërblimin e Allahut fiton besim, bindje dhe shpërblime të shpejta dhe të mëvonshme. Ka urdhëruar gjithashtu. Edhe në këtë pjesë vazhdon autori rahimahullah të tregoj për zgjidhjet që jep feja e vërtet, feja islame, feja të cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ka caktuar që si obligim për të gjithë njerëzit që ta ndjekin atë, e cila është feja e përsosur dhe jep zgjidhje për secilën çështje. Dhe këtu ka dhënë udhëzime sipas Kuranit dhe Sunetit, udhëzime që I bëjnë dobi njeriut kur është shëndosh, domethënë pa ndonjë smundje, edhe gjithashtu në gjendjen e smundjes, edhe se si duhet veproj edhe I smuri. Do thot me zgjidhje shariatike dhe zgjidhje islame për secilën çështje.
ka thonë, e ngjashme me këtë, domethënë me atë që u tha më herët për pasurinë dhe varfërinë, gjithashtu është edhe çështja e problemit të shëndetit dhe sëmundjes. Ka thënë Sheriati Islam i ka sjellë zgjidhjet më të përsosura për të. Domethënë edhe për shëndetin dhe sëmundjen, Sheriati Islam i ka sjellë zgjidhjet më të përsosura për të. Ka urdhëruar për çdo gjë që e mbron dhe përparon shëndetin, dhe për çdo gjë që i largon sëmundjet, ose që i zvoglon ato sipas mundësisë. Prandaj nëse e shikojmë sunetin, edhe përpara kësaj edhe librin e Allahut, edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjejmë udhëzime të përgjithshme, të mjaftueshme për shëndetin, edhe gjejmë gjithashtu udhëzime të detajuara. Njëherë, pra ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Do të thënë hani dhe pini dhe mos e teproni. Edhe në këtë kuptim ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja më e keqe ose ena më e keqe të cilën e mbush njeriu është barku i tij ose lukthi i tij. Do të thënë ajo është më e keqja që e mbush. Dhe ka thënë bihasabi mri'in luqaymatun yuqimna dhahrahu ose yuqimna sulbahu, do të mjaftojnë njeriu vetëm disa kafshata që me të cilat e mban drejt kurrizin e tij. Do të thënë që sa të mund të rrijë në kamp. Por nëse do më shumë se kaq, do të thënë nuk mund të rrijë vetëm me disa kafshata, atëherë ka thënë fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li badanihi. Do të thënë atëherë le të haj aq sa mbushet 1/3 e lukthit me ushqim, 1/3 tjetë për pije dhe ujë, dhe 1/3 për frymëmarrje ose që të ketë liri në trupin e tij. Ky hadith është bazë për secilën çështje në mjeksi. Më thënë është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga mendja e tij, por çdo gjë që ka folur është shpallje që i ka ardhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj ajo është hak dhe është vetëm mirësi dhe udhëzim. Por edhe pas kësaj, gjithashtu ka shumë prej mjekëve, prej besimtarëve dhe mosbesimtarëve, që kanë thonë sikur ta zbatonin njerëzit këtë hadith. Ka mjek prej mosbesimtarëve, do të thonë që e kanë studiuar këtë çështje, ka thonë sikur ta zbatonin njerëzit këtë hadith, nuk do të kish pasur nevojë për mjeksi, nuk do të kish pasur nevojë për doktora e kështu me radhë. Do të thonë që e përfshin të gjitha mirësitë për njeriu kur është shëndosh, po edhe kur smuret. Gjithashtu, ushqimi është diçka që shkakton smundje, do thotë përzierja disa ushqimeve dhe mbushja e tepërt e barkut me ushqime, dhe për disa përzierje, disa pije gjithashtu janë që sjellin smundje të ndryshme. Dhe po ashtu ka në gjendje të smundjes, ka ushqime të ndryshme që pengojnë largimin e smundjes, do të thënë dhe pengojnë shërimin. Prandaj me të vërtet, sikur ta kishin zbatuar njerëzit këtë hadith, do të kishte mjaftuar për çdo gjë. Dhe thot në këtë temë ka sqaruar detaje të dobishme, të cilat sillen rreth mbrojtjes dhe përparimit të shëndetit, shmangjes nga të gjitha gjërat që shqetësojnë ose bëjnë dëm, dhe ka nxitim, do thot për mbrojtje prej smundjeve para se të vinë ato, si dhe për mjekim pasi të ndodhin. Pra gjitha këto i gjejmë në sheriatin e Allahut, edhe më shumë detaje në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse e studion besimtari jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka jetuar, si është ushqyer, si ka fjetur, si është veshur, edhe në aspektin e aktivitetit, do të thënë si ka ecur e kështu me radhë, të gjitha këto i gjenë me detaje që tregojnë për përparimin e shëndetit, për mbrojtje prej smundjeve, edhe zgjidhje të lloj-llojshme për smundjet pasi vinë.
Edhe këto, për këtë shkak edhe dietarët kanë shkruar, edhe në librat e sirës, edhe siç është libri i Zadul Ma'ad, domethënë që është kryesisht për jetën apo që është domethënë i mbushur me mësime nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në ta është një pjesë që quhet mjekësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty tregohen ilaçe të ndryshme prej ushqimeve të dobishme. Po ashtu gjejmë përmendje të ushqimeve të dobishme edhe gjithashtu të dëmshme, do të thotë në librin e Allahut, edhe por këtu nuk është tema për zgjerim në aspektin e shëndetësisë. Qëllimi është se Islami ka dhënë zgjidhje për secilën çështje, edhe në këtë aspekt, edhe në temën e shëndetit dhe smundjes. Do thotë ka detaje të dobishme që sillen rreth mbrojtjes dhe përparimit të shëndetit. Gjithashtu shohim nga tekstet e Kuranit dhe Sunetit se edhe shëndeti është një amanet dhe përgjegjësi që na ka dhënë Allahu, edhe duhet ta mbrojmë atë. Edhe shmangje nga të gjitha gjërat që shqetësojnë ose bëjnë dëm, do të e shohim në raste të shumta, do thotë ushqimi që është shqetësim, edhe që domethënë nuk e le të qetë njeriu, as në gjumë, as në pushim, as në punë, as në namaz për shembull, as në ibadet, do thotë ka shqetësime nga ushqimi. Prandaj për këto sheriati na ka dhënë udhëzime që t'i largohemi këtyre që shqetësojnë, edhe na ka urdhëruar që ta përparojmë gjithashtu shëndetin, edhe ka nxitim për mbrojtje prej smundjeve para se të ndodhin. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ha 7 hurma ajwa në mëngjes, domethënë kur është esëll, pa ngrënë asgjë, ato janë mbrojtje, do thotë prej mësyshit, prej syrit ose prej magjisë ose prej helmit, domethënë janë mbrojtje i të smundjeve përpara se të ndodhin. Edhe gjithashtu mjekim pasi të ndodh smundja, ka në hadithe të ndryshme përshkrim të ilaçeve të ndryshme për ata të cilëve u ka ndodhur smundje, edhe nga smundjet e lloj-llojshme, nga më të ndryshmet. Dhe kush i ka praktikuar këto receta, edhe këto ilaçe, do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka gjetur aty shërimin më të mirë, edhe më të dobishëm për secilën lloj prej smundjeve. Vetëm një moment se transmetimin drejt për drejt nuk kemi lëshuar. Pastaj gjithashtu ka thënë krahas kësaj, ka urdhëruar për mbështetje tek Allahu. Do thotë shkaqet, si folëm edhe për çështje tjera, Allahu na ka udhëzuar për shkaqet, edhe për ato që për çdo gjë që i sjell të mirat edhe që na mbron prej të këqijave, por na ka urdhëruar për mbështetje tek Allahu, duke e ditur se vetëm ai është që i jep dhuntit dhe i largon fatkeqësitë me butësinë, fuqinë dhe mëshirën e tij. Vetëm Allahu subhanahu wa taala është që i sjell të mirat dhe i largon të këqijat nga njeriu. Pasi edhe pse njeriu i bën shkaqet, do të thonë duhet ta di se kjo e gjitha është vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto i largon fatkeqësitë me butësinë, fuqinë dhe mëshirën e tij, si dhe përmes shkaqeve të shumta. Do të thonë edhe pa shkak, por edhe përmes shkaqeve. Edhe bërja e shkakut është pjesë e asaj që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe do të thënë përmes shkaqeve të shumta të cilat Allahu ka mundsuar robërve dhe i ka urdhëruar që t'i ndjekin. Edhe shohim në fjalët e pejgamberëve, ka përmendur Allahu subhanahu wa taala fjalën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam që ka thënë wa idha maridtu fa huwa yashfin. Do të thënë kur smurem, ai më shëron. Pra vetëm Allahu është që e sjell shërimin. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar prej lutjeve të rukjes ose shërimit, është Allahumma rabban nas adhhibil ba's. Do të thënë o Zot, o Allah, o Zoti i njerëzve, largoje smundjen ose largoje shqetësimin
ose në tjetër transmetim është mudhhib al-ba's, ati që e largon smundjen. Do thotë që është prej cilësive të Allahut që e largon smundjen dhe e largon të keqen. Edhe washfi anta shafi, do të thonë shëro sepse ti je shëruesi. Edhe kjo është prej emrave të Allahut. Dhe shafi, do thotë shërues, është një prej emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj njeriu i bën shkaqet që janë të sakta dhe që janë të ligjshme dhe i mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala për shtimin e shëndetit ose për largimin e smundjes. Dhe me këtë, pastaj thot ka urdhruar që të luftohen smundjet edhe me gjëra të tjera përveç ilaçeve të dukshme fizike. Do të thënë nuk është në shariat nuk gjejmë udhëzim vetëm të merremi me këto ilaçe të dukshme, si këto që i përmendëm, ushqime ose pije, ose mbrojtje prej ushqimeve ose pijeve. Këto janë disa ose ilaçet që i prodhojnë njerëzit, që janë vërtetuar se janë efektive. Do thotë këto të gjitha përdoren, mirë po nuk duhet njeriu të mjaftohet vetëm me përdorimin e këtyre ilaçeve. Na ka udhëzuar Allahu gjithashtu, pra na ka udhëzuar përmes kësaj feje, që të përdorim edhe ilaçe të tjera, që janë edhe më të dobishme, edhe më efikase, dhe ato janë lutjet dhe dhikrët që janë përmendur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa dhikre gjejmë në hadith kur përmendet kush e thot këtë në mëngjes është i mbrojtur gjatë ditës dhe natës, ose kush e thot këtë para gjumit është i mbrojtur deri në mëngjes e kështu me radhë, do të thonë që ose nuk e dëmton asgjë derisa të vijë dita tjetër, e kështu do thotë në dhikret shumta prej dhikreve të sunetit. Dhe po ashtu kush e thot këtë lutje kur i ka ndodhur kjo smundje, atëherë Allahu ja largon. Do thotë gjitha këto i gjejmë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duhet njeriu t'i përdorë edhe këto. Do thënë duke e ditur edhe ato shkaqet e dukshme fizike, edhe këto shkaqet të lutjeve dhe dhikreve, duke e ditur gjithmonë se të gjitha këto ndikojnë vetëm me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke u mbështetur plotësisht te Allahu. Përveç kësaj, është një tjetër ilaç për gjitha smundjet, që është po ashtu nuk është i dukshëm ose i prekshëm, thot në vazhdim ka urdhruar për durim për hir të Allahut, ndaj gjërave të pakëndshme që i ndodhin njeriut, duke pasur besim në Allahun dhe duke e pritur shpërblimin e tij. Pra, duke ju mbështetur Allahut subhanahu wa ta'ala, kur vinë sprovat dhe gjërat e pakëndshme, dhe duke e pritur shpërblimin e tij, sepse në secilën sprovë që i vjen besimtarit, në të ka shpërblim. Edhe thot, me të vërtet, me këto çështje lehtësohet vështirësia e smundjes dhe durimtari që shpreson shpërblimin e Allahut, fiton besim, bindje dhe shpërblime të shpejta dhe të mëvonshme. Pra ka urdhruar Allahu subhanahu wa taala që njeriu të ketë besim dhe durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe duke e ditur se ajo që ka ardhur nga Allahu ka dobi edhe ka mirësi, në atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala ka urtësi. Edhe me të vërtet, me këto çështje, duke pasur durim, dhe durimi është një prej veprave që ka shpërblime të shumta. Edhe ka thënë Allahu, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Do të thonë, durimtarve u jepet shpërblimi i tyre pa llogari, do thotë të pakufizuar. Edhe gjithashtu ka thënë wabashshiri as-sabirin, do të thonë përgëzoj durimtarët. Me çka të përgëzohen, nuk është përmendur, do të thonë përgëzoj për këta ose për ata, dhe thon dietarët kur
kur thuhet për diçka pa e kufizuar, do të thonë që i përfshin të gjitha llojet e përgëzimit. Pra përgëzoi besimtarët, përgëzoi durimtarët, thot përgëzim për çdo mirësi, çdo gjë që mund të llogaritet si përgëzim, do të thonë që e kupton njeriu përgëzim me shpërblimin në dunja, shpërblimin në ahiret, shtimin e udhëzimit. E keni parë se shpesh herë ndodh që smundja bëhet shkak që njeriu t'i kthehet më shumë Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë ka mundësi që t'jetë vite të shumta me shëndet të plot dhe me fuqi, edhe e ka harruar krejtësisht Allahun. Edhe nuk i kujtohet ibadeti, nuk i kujtohen obligimet që i kanë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, por kur i vjen një smundje, kjo bëhet shkak që të kthehet, pendohet, edhe ti drejtohet fesë edhe kuptimit, edhe kjo është mirësi e madhe. Do të thënë, në këto që i ka caktuar Allahu, edhe kur vjen smundja, do të thënë me durim lehtësohet vështirësia e smundjes. Me durim gjithashtu lehtësohet. Ka smundje të cilat janë të lehta. Do të thënë ka mundësi ndoshta me një dietë të caktuar, prej 2-3 ditësh largohet ajo smundje. Mirëpo njeriu që nuk ka durim, i vijnë vezvese në lidhje me atë smundje, edhe mendime të lloj-llojshme, edhe frikë se i ka ardhur vdekja, ose mendime se nuk do të shërohet asnjëherë, ose dyshime se ka magji, ose ka mësysh, ose ka ket, ose ka atë, edhe kjo ja shton smundjen më shumë. Megjithëse ajo ka qenë smundje e lehtë, do ta përmendë autori më vonë, do të thënë ndoshta është smundje e lehtë, kurse ka njerëz që kanë smundje të rëndë, edhe si quhet në fjalorin e njerëzve, e pashërueshme, sepse nuk ka smundje të tillë që është e pashërueshme, por ka disa smundje që i quajnë kështu njerëzit. Mirë po, e gjen atë njeri që është durimtar, që i bëhet smundja shumë e lehtë, edhe shumë i duket si kaluese, edhe shpesh herë edhe shërohet, për shkak të kësaj bindje dhe këtij durimi që e ka. Do të thënë prandaj durimtari që shpreson shpërblimin e Allahut, fiton besim, bindje dhe shpërblime të shpejta në dunja, edhe shpërblime të mëvonshme në ahiret. Ka urdhëruar gjithashtu për mbështetje të fuqishme tek Allahu kur vijnë sprova dhe gjërat e pakëndshme, dhe ka ndaluar që njeriu t'i dobësojë zemra dhe vullneti, e ta sundojnë imagjinata dhe mendimet, të cilat vetë janë sëmundje shkatruese. Sa herë një sëmundje e lehtë dhe e vogël është shndërruar në goditje të rëndë për shkak të dobësisë së zemrës, dorëzimit dhe mashtrimit nga imagjinata dhe mendimet e kota, por shpesh herë një sëmundje e rëndë dhe e madhe është e bërë e lehtë kur zemra është mbështetur tek Allahu, janë forcuar besimi dhe mbështetja dhe është larguar frika prej saj. Kjo është një realitet që shihet dhe dëshmohet. Po, do të thënë Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar për mbështetje të fuqishme tek Allahu kur vijnë sprovat, si ka thënë Allahu ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Më thënë çdo sprovë që ju godet është vetëm me lejen e Allahut. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Do thot ai që beson në Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën. Shikoni, do thot konteksti i ajetit. Çdo sprovë që vjen është me lejen e Allahut. Dhe kush beson në Allahun, atij Allahu ja udhëzon zemrën. Çka do thot kjo? Kanë thënë disa prej selefit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, do të thot هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. Do thot ai që beson në Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën, do të thonë bëhet fjalë për besimtarin, të cilin e godet një sprovë dhe ai e di që kjo është nga Allahu, kështu që pajtohet dhe i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë në këtë rast, kur njeriu beson se ajo që i ka ardhur është me caktimin e Allahut, atëherë Allahu ja udhëzon zemrën që të jetë i kënaqur, durimtar dhe i qëndrueshëm, dhe ti dorëzohet krejtësisht dhe ti nënshtrohet krejtësisht Allahut të lartësuar. Dhe na ka urdhëruar shariati gjithashtu që njeriu
do të thonë ose na ka ndaluar, pra, na ka urdhëruar që njeriu mos i dobësohet zemra. Pra mos dorëzohet kur i vjen smundja, mos dëshpërohet, por na ka urdhëruar, do të thonë na ka ndaluar që njeriu t'i dobësohet zemra dhe vullneti, e ta sundojnë imagjinatat dhe mendimet. Do të thonë dorëzohet krejtësisht, edhe vetëm e mendon fundin edhe shkatrimin, edhe e mbisundojnë këto imagjinata, mendime, të cilat janë do të thënë, vetë këto janë smundje shkatruese. Si tham, ka mundësia ajo smundja fizike është shumë e lehtë. Mirë po këto imagjinatat dhe vezveset, në realitet janë smundja e tij e vërtet. Edhe e bëjnë që dobësohet më shumë, edhe pse nuk ka dobësi fizike, por dobësohet krejtësisht, dorëzohet, shtrihet, edhe nuk ka vullnet as për ta marrë ilaçin. Do të thënë ka njerëz që nga këto shkaqe, do të thënë i hub vullneti edhe për kërkimin e ilaçit. Edhe i dorëzohet smundjes. Edhe pra, si tham, sa herë një smundje e lehtë dhe e vogël është shndruar në gjendje të rëndë për shkak të dobësisë së zemrës, dorëzimit, do të thënë që njeriu dorëzohet edhe dëshpërohet, dhe mashtrimit nga imagjinatat dhe mendimet e kota. Por shpesh herë një smundje e rëndë dhe e madhe është bërë e lehtë kur zemra është mbështetur tek Allahu, janë forcuar besimi dhe mbështetja dhe është larguar frika prej saj. Nuk duhet njeriu ta angazhoj veten krejtësisht, do të thënë vetëm me smundjen. Pa marrë parasysh çfarë lloj i smundjes është. Qoftë smundje trupore, ose smundje psiqike, ose sulme nga xhinët, ose nga magjistarët, ose nga mësyshi e kështu me radhë, nga kriminalët e ndryshëm. Asnjëherë njeriu nuk duhet, do të thënë, angazhimi i tij të jetë me smundjen, por angazhimi i tij në secilën gjendje duhet të jetë me atë që ja ka bërë obligim Allahu. Do të thënë ta kryej ibadetin, ti lutet Allahut subhanahu wa taala, ta di se kjo që i ka ardhur është me caktimin e Allahut, të mbështetet tek Allahu dhe të kërkoj prej tij, atëherë çdo gjë bëhet e lehtë. Dhe thot kjo është një realitet që shihet dhe dëshmohet. Do të thënë me të vërtetë i kemi parë njerëzit nga të dy këta lloje ose nga të dy këto grupe, do të thënë njerëz që shihet, do të thotë, në përditshmëri se kjo është e vërtetë. Po. Feja islame ka urdhëruar me dy urdhra njëkohësisht. Ka urdhëruar të bëhen shkaqet e dobishme duke u mbështetur tek Allahu për pritjen e dobësisë së tyre dhe ka urdhëruar të bëhen shkaqet e dobishme duke u mbështetur tek Allahu për pritjen e dobisë së tyre dhe ka urdhëruar të fitohen gjërat e dobishme dhe të largohen të dëmshmet sipas mundësisë. Po. Për të gjitha dhuntit, gëzimet, të pakëndshme dhe sprovat, shariati islam i ka sjellë zgjidhjet më të përsosura. Po. Do thotë këto dy urdhra janë të rëndësishme. Do thënë bërja e shkaqeve dhe mbështetja tek Allahu, duke e pritur efektin e shkaqeve nga Allahu subhanahu wa taala. Do thënë si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Do të thonë mundohu për atë që të bën dobi, përpiqu shumë për atë që të bën dobi, do të thonë prej shkaqeve të dukshme, dhe kërko ndihmë nga Allahu. Do të thonë këto gjithmonë duhet t'i ketë parasysh njeriu të dyja. Edhe pastaj edhe për ibadetin, edhe për adhurim, do të thonë njeriu duhet të përpiqet dhe ta bëjë maksimumin dhe të kërkojë ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak në secilin namaz, secilin rekat, e lexojmë surën Fatiha, ku themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Do të thonë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Kërkojmë ndihmë për adhurimin. Do të thonë që të mund të adhurojmë. Edhe për çështje tjera gjithashtu, do të thonë gjitha vinë më poshtë se kjo. Pra kërkon ti kur ngrihesh në mëngjes për ta falur sabahun, edhe i kërkon Allahut ndihmë që të ndihmoj për faljen e sabahut. Edhe në secilën çështje tjetër, do të thënë edhe në ato më të ultat, edhe shkaqet e pasurisë, edhe shkaqet e shëndetit, edhe shkaqet e fuqisë, do të thënë gjitha i bën dhe kërkon ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë, tani kjo është një si temë tjetër,
për gjitha dhuntit gëzimet, për të gjitha dhuntit dhe gëzimet nga njëra anë dhe për të gjitha të pakëndshmet dhe sprovat, sheriati ka sjell zgjidhjet më të përsosura. Si e shohim, do të thënë te pasuria dhe varfëria, edhe te shëndeti dhe smundja, dhe çdo gjë tjetër që vjen, çdo gëzim, lumturi, diçka e këndshme, e dashur, dhe gjithashtu për çdo sprov ose të pakëndshme ose vështirësi, për gjitha ka ato, do të thënë, zgjidhjet e përsosura janë në fenë e Allahut. Dhe detajet i jep në vazhdim. Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam kanë urdhëruar që dhuntit të pranohen duke u treguar i varfër dhe nevojtar për Allahun në to, duke pranuar plotësisht mirësinë dhe dhuratën e Allahut në caktimin dhe lehtësimin e saj, duke falendëruar dhuruesin me falënderime të njëpasnjëshme, duke përdorur atë mirësi aty ku është kënaqësia e tij dhe duke u forcuar me të për të adhuruar Allahun. Ka ndaluar që kur kjo ishte për të mirat, po? Tjetra? Ka ndaluar që kur t'i vi dhuntia robit të bëhet mendjemadh dhe arrogant, por ka urdhëruar të jetë modest dhe falendërues. E ka urdhëruar robin që t'i shfrytëzojë mundësitë e dobishme gjatë dhuntive dhe përmes tyre të arrijë fitime të shumta, të shpejta dhe të mëvonshme, të shfrytëzojë mundësinë e shëndetit, fuqisë, pozitës, autoritetit dhe fëmijëve, e të mos jetë në humbje me to duke i shndruar ato në dhunti të përkohshme, por prej tyre të nxjerrë dhunti të përhershme, mirësi të njëpasnjëshme dhe dobi të vazhdueshme. Në hadith thuhet: shfrytëzo 5 para se të vinë 5 të tjera, shfrytëzoje rinin para se të vijë pleqëria, shfrytëzoje shëndetin para se të vijë sëmundja, shfrytëzoje pasurinë para se të vijë varfëria, shfrytëzoje kohën e lirë para se të vinë angazhime dhe shfrytëzoje jetën para se të vijë vdekja. Kur ta di robi qëllimin e dhuntive dhe kur ta di se ato janë mjete për mirësitë e ahiretit, atëherë fiton 2 përfitime. I shfrytëzon ato në këtë jetë dhe i përfiton mirësitë e tyre në jetën tjetër, i kryen obligimet dhe gjërat e preferuara në lidhje me dhuntit dhe kështu ato bëhen dhunti të vërteta, si në fe, ashtu edhe në këtë jetë. E kundërt është gjendja e të devijuarve, të cilat janë shmangur rrugës së sheriatit. Shikoni tani për mirësitë dhe dhuntit që vinë, Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë udhëzimet më të mira. Do të thënë këtë fe e gjejmë udhëzimin e përsosur. Fillimisht, edhe kjo nuk gjendet askund tjetër, si do ta shohim në hadithin më vonë që përmendet. Nuk gjendet askund tjetër përveç se në Islam. Do të njëherë ardhja e dhuntive, kur vinë dhuntit, njeriu duhet t'i pranojë këto dhunti duke u treguar i varfër për Allahun, duke u treguar nevojtar për Allahun. Do të thënë kur vjen dhuntia, e shpreh varfërinë e tij dhe nevojën që e ka për dhuntit e Allahut subhanahu wa taala. Si ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Do të thënë, unë jam fukara, jam i varfër dhe nevojtar për ato të mira që ti mi ke zbritur mua. Edhe si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ja ejuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Do të thënë, njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun, kurse Allahu është i pasuri dhe i lavdishmi. Do thotë, ju jeni të varfër, fuqara për Allahun në secilën çështje dhe në secilin aspekt. Kurse Allahu është el-Ghaniyyul Hamid, do të thënë i pasuri që nuk ka nevojë për askënd dhe është i lavdishëm, do të thënë me lavdinë e tij të përsosur. Pra, në këtë mënyrë robi duhet ti pranojë të mirat që i vinë nga Allahu subhanahu wa taala, duke e pranuar plotësisht mirësinë dhe dhuratën e Allahut në caktimin dhe lehtësimin e saj. Pastaj duke e falendëruar dhuruesin, Allahun subhanahu wa taala, për secilën të mirë që vjen, njeriu duhet ta falenderojë atë që ja ka dhuruar këtë mirë. Dhe ai është Allahu subhanahu wa taala nga fillimi deri në fund. Nuk ka tjetër që ka dhunti dhe favor ose
ose vlerë ndaj robit, përveç se dhuntia nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Me falenderimet një pas njëshme, vazhdimisht duhet jetë falenderues dhe mirënjohës ndaj Allahut me zemër, me fjalë dhe me vepra, duke e përdorur atë mirësi aty ku është kënaqësia e tij dhe duke u forcuar me të për të adhuruar Allahun. Domethënë nëse Allahu të ka dhënë pasuri, pra pasurinë përveç se duhet ta falenderosh me zemër, duke e ditur se kjo është dhuratë nga Allahu, edhe falenderon me gojë, duke thënë se këto të mira kanë ardhur nga dhuntia e Allahut, jo të thot njeriu kjo është që e kam fituar unë me aftësinë dhe zotësinë time, ose me mençurinë time, ose të thot e kam trashëguar nga paraardhësit e mi, do të thënë që t'ja përshkruaj dhuntit tjetër kujt përveç Allahut. Pra me zemër, me gojë dhe me vepra që ta përdor këtë dhunti aty ku është kënaqësia e Allahut, ta japë aty, ta shpenzoj aty ku e kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo me një aspekt, dhe aspekti tjetër që ta shfrytëzoj këtë dhunti që të forcohet edhe më shumë për ta adhuruar Allahun dhe për ta shtuar në të afrimin te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ka ndaluar Allahu që kur t'i vi dhuntia robit, ai të bëhet mendjemadh dhe arrogant, por ka urdhëruar të jetë modest dhe falënderues. Mos jetë bukshkel ose mos mirënjohës, edhe mos jetë si mosbesimtarët për cilët ka thënë Allahu ya'rifuna ni'mat Allahi thumma yunkirunaha. Do të thënë ata i njohin dhuntitë e Allahut, pastaj i mohojnë. Do të thënë e dinë se kjo e mirë ka ardhur nga Allahu, mirë po me gojët e tyre thonë këtë e kam fituar vetë me zotësinë time ose me aftësinë time, ose e kam trashëguar nga paraardhësit e mi. Dhe gjithashtu kjo është një aspekt, do të thënë mirënjohja dhe njohja e dhuntisë dhe falënderimi ndaj Allahut. Aspekti tjetër është që na ka udhëzuar Islami, është që ti shfrytëzojmë këto mirësi. Ti përdorim, do të thonë e ka urdhëruar robin që të shfrytëzoj mundësitë e dobishme gjatë dhuntive, do të thonë kur është dhuntia, gjatë pranisë së dhuntisë, atëherë ta shfrytëzoj me atë mundësi që është e dobishme, edhe të arrijë fitime të shumta prej asaj dhuntie, të shpejta dhe të mëvonshme. Ta shfrytëzoj mundësinë e shëndetit. Pra kur ka shëndet, përveç këtij falënderimit që e tham, gjithashtu të nxitoj, ta përdor shëndetin për përfitime. Do të thonë që të fitoj me afërsinë ndaj Allahut, të fitoj dituri, të fitoj ibadete të shumta, atëherë kur ka mundësi, do të thonë kur ka shëndet, kur ka fuqi, kur ka pozitë ose autoritet, do të thonë këto kur ka pozitë dhe autoritet, ti shfrytëzoj që të urdhroj për të mirat, të ndaloj nga të këqijat, edhe ta shfrytëzoj këtë autoritet dhe këtë pozitë për ta përmirësuar gjendjen e davetit, gjendjen e fesë, përmirësimin e veprave të njerëzve, të ndaloj ato dukuri negative, edhe gjithashtu dhuntinë e fëmijëve, ta shfrytëzoj për atë që i bën dobi, do të thënë të edukoj fëmijët me edukat të drejtë islame që të përfitoj prej tyre. Pasi prej fëmijëve përfiton edhe pas vdekjes. Do të thënë që kur të jetë në varr njeriu edhe do t'i vinë vepra të mira, edhe nuk e di nga i vinë ato, edhe do t'i thuhet se është kjo nga lutja e fëmijëve të tu. Edhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kur të vdes biri i Ademit i ndërpriten të gjitha veprat, përveç në 3 raste, dhe njëri prej tyre është fëmia i mirë, të cilin e ka edukuar mirë, që i cili lutet për të edhe pasi të vdes ky prindi. E të mos jetë në humbje me to, do të thënë mos jetë në tregti humbse me këto dhunti, sepse njeriu gjatë gjithë jetës së tij është në tregti. I vinë të mirat, edhe ato duhet t'i shfrytëzoj. Duhet ta shoh përfitimin prej tyre, dhe jo t'jetë humbje, vetëm përdorim momental, edhe harxohen ato, pastaj humbin. Mos jetë në humbje me to duke i shndruar ato në dhunti të përkohshme. Pra, çdo herë kur njeriu e shfrytëzon për gjëra të padobishme, do të thënë ajo dhunti është e përkohshme, vetëm për atë momentin që e ka shfrytëzuar. Por prej tyre të nxjerr dhunti të përhershme, si i përmendëm disa shembuj,
të nxjerr dhuntit përhershme, mirësitë një pas njëshme dhe dobit vazhdueshme. Në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Do të thonë shfrytëzoj këto 5 çështje para se të vinë 5 të tjera. Shfrytëzoj ato 5 para se të vinë 5 të tjera. Shababaka qabla haramik. Do të thonë rinin tënde para pleqërisë. Se duhet ta di njeriu se kjo rinia do të harxohet. Është dhunti që Allahu të ka dhënë, do të thënë, këtë periudhë, je i ri dhe i fuqishëm, edhe i fuqishëm në memorje, i fuqishëm në trup, i fuqishëm në shëndet. Do të thënë, kjo është dhunti. Shfrytëzoj këtë dhunti që për të mira, sepse pas kësaj dhuntie do të vi pleqëria, patjetër. Edhe do të kaloj. Edhe atëherë do të ketë shumë njerëz që thonë sikur të bëhem edhe një herë i ri. Mirë, po nuk ka më. Do thotë një herë ka ardhur, prandaj mos e bëj këtë dhunti të përkohshme, po bëje dhunti të përhershme, që të fitosh nga rinia dhe pastaj përfitimet e saj të vazhdojnë edhe në pleqëri, por edhe pas vdekjes. Wasihhataka qabla saqamik. Edhe shfrytëzoje shëndetin para ardhjes së sëmundjes, sepse gjithmonë vjen shëndet, ka periudha të gjata njeriu shëndet, pastaj vjen sëmundja. Edhe në kohën e sëmundjes, atëherë njeriu e kupton se çka ka humbur prej dhuntisë së shëndetit. Wa ghinaka qabla faqrik, edhe shfrytëzoje pasurinë para se të vi varfëria. Wa faraghaka qabla shughlik, edhe shfrytëzoje kohën e lirë para se të vinë angazhimet dhe koha ku nuk ke hapësirë për asgjë. Pra kohën e lirë duhet ta shfrytëzojë njeriu për atë që i sjell dobi në dunja dhe në ahiret. Wa hayataka qabla mautik, edhe shfrytëzoje jetën para se të vi vdekja. Pra kemi përmendur në raste të tjera si ata që nuk e kanë shfrytëzuar dhuntinë e jetës, secili prej tyre në momentet e vdekjes do të thotë o Allah, do të thonë ma zgjat jetën edhe pak. Pra si ka thënë an taqula nafsun, do të thonë wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi laula akhartani. Do të thënë jepni prej asaj që ju kemi furnizuar para se t'i vi dikujt prej jush vdekja, dhe atëherë të thotë, o Zoti im, të më kishe vonuar edhe pak deri në një afat të afërt, fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Do të thënë që të jap sadaka dhe të bëhem i mirë. Do të thënë atëherë e kupton rëndësinë e dhuntisë së jetës. Edhe ai njeri e ka harxuar jetën, këtë dhunti e ka bërë momentale dhe të përkohshme. Kurse ka njerëz që e kanë bërë jetën jetë të vazhdueshme. Do të thënë kanë bërë vepra të tilla që duket sikur jeta e tyre vazhdon. Do të thënë sikur këta dietar që i kanë lënë këto libra, këto mësime, dhe edhe pse kanë vdekur, do të thënë vazhdojnë shpërblimet t'i fitojnë, edhe përmendet emri i tyre, edhe njerëzit besimtarë në secilin gjenerat luten për ta. Do të thënë shikoni se sa shpërblime mund t'i dhuroj Allahu subhanahu wa taala dietarëve si ata që i kanë shkruar librat e hadithit, Buhari, Muslim, Abu Dawud dhe të tjerë, edhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, që ata edhe pse kanë pasur jetën, do të thënë fizike, në një periudhë të caktuar, 60 vjet, 70 vjet, edhe kanë vdekur fizikisht. Mirë po, veprat e tyre nuk kanë vdekur. Edhe vazhdojnë veprat e tyre, edhe do të thënë këtë dhuntinë e jetës e kanë bërë dhunti të përhershme, që vazhdon deri në ditën e gjykimit. Edhe përmendin njerëzit dhe fitojnë shpërblime, kurse ka njerëz që janë të gjallë fizikisht, mirë po, realiteti i tyre është se janë si të vdekur në mesin e njerëzve, nuk sjellin asnjë dobi. Prandaj, do të thënë, gjitha këto dhunti që i ka dhënë Allahu, na ka urdhëruar gjithashtu që ti shfrytëzojmë, edhe ti shumë fishojmë, dhe ti bëjmë të me afatgjate. Do thotë që të vazhdoj dhuntia, edhe pasi përfundon kështu fizikisht. Dhe ka thënë, kur ta di robi qëllimin e dhuntive,
dhe kur ta di se ato janë mjete për mirësitë e ahiretit, atëherë fiton dy përfitime. Do të thonë me këtë dituri, me këtë udhëzim nga Kurani dhe Suneti, i fiton dy përfitime nga dhuntit. I shfrytëzon ato në këtë jetë dhe i përfiton mirësitë e tyre në jetën tjetër. Do të thonë i shfrytëzon shëndetin, e shfrytëzon njeriu, edhe kënaqet me ta në këtë jetë, edhe pasurinë e shfrytëzon në këtë jetë, edhe pozitën e shfrytëzon. Do të thonë i vijnë të mira, pra nuk themi se duhet ta shkatrojë njeriu pasurinë e tij. Nuk ka thënë Islami ashtu, e shfrytëzon në këtë jetë edhe e përfiton kënaqësinë e saj, mirë po mirësitë e saj i fiton gjithashtu për ahiret. Kurse ka njerëz që ose humbin njërin ose i humbin të dyja. Kurse Islami na ka udhëzuar që ti shfrytëzojmë të dy aspektet e dhuntive. Pra përfiton mirësitë e tyre në jetën tjetër, i kryen obligimet dhe gjërat e preferuara në lidhje me dhuntit, dhe kështu ato bëhen dhuntit vërteta, si në fe, ashtu edhe në këtë jetë. E kundërt me këta është gjendja e të devijuarve, ose mosbesimtarve dhe munafikëve, të cilët janë shmangur rrugës së sheriatit. Ata kënaqen me të mirat e kësaj bote, njësoj siç kënaqen kafshët e egra, dhe i shfrytëzojnë ato sipas kërkesave të epsheve shtazarake. Do të thënë vetëm i përdorin në këtë dunja në mënyrë do të thënë të padobishme dhe si i përdorin kafshët. Do të thënë kafsha nuk e di pse është duke ngrënë, edhe pse është ose pse mbetet pa ushqim, ose nuk e di kafsha pse e ka mbyllur. Shikoj, do thotë munafiku ose i devijuari nuk e di dhuntin që e ka pasur, pse e ka pasur, edhe sprova që i ka ardhur pse i erdhi. Do të thënë i vjen smundja, ai që nuk e ka këto udhëzime të sheriatit, i vjen smundja, edhe del prej smundjes, edhe përmendin dietarët si shembull, sikur kafshën kur e mbyll, e merr e mbyll, pastaj më vonë e liron. Atëherë ajo nuk e di pse u mbyll, edhe nuk e di pse u lirua. Edhe në këtë mënyrë njeriu që është larg udhëzimeve të Islamit, nuk e di pse u smur, edhe nuk e di pse u shërua, edhe nuk e di se çfarë dobi e pat nga smundja dhe nga shërimi, ose nga varfëria dhe pasuria. Kurse besimtari i di ato, i kryen, domethënë i përdor në atë moment dhe i bën të dobishme për matutje. Dhuntit për ta janë që largohen shpejt dhe ndahen në afat të shkurtër, kurse pas tyre mbetet vetëm dëshpërimi, keqardhja dhe pendimi. Thotë, padyshim këto dhunti në këtë dynja janë të përkohshme, edhe të gjitha mbarojnë dhe largohen. Mirë po për grupin e parë janë përfitimet përhershme, kurse për grupin e dytë mbaron dhuntia, atëherë i mbetet vetëm dëshpërimi, keqardhja dhe pendimi. Edhe si thamë, ose thot, si nuk e shfrytëzova, si të bëhem edhe njerë i ri, ose të mvijë edhe njerë ajo pasuri, ose të kthehem edhe njerë të kjo punë e kështu me radhë, më thënë ka vetëm keqardhje dhe pendim dhe dëshpërim. Thot, grupi i parë janë pjesëmarrës me këta në kënaqësinë e shpejtë. Madje, ndoshta kanë edhe më shumë kënaqësi me qetësinë e zemrës, rahatinë e shpirtit, sigurinë dhe mbrojtjen nga frika. Thot, besimtarët që i përmendëm, nuk do më thënë se nuk i shijojnë të mirat e dunjas. I shijojnë njësoj si ata të devijuarit, madje edhe më mirë. Do më thënë si shembull e japin dietarët martesën, që është me halal. Edhe gjithashtu kryerjen e këtij epshi në haram. Do më thënë ajo kënaqësia e përkohshme është njësoj, si për atë që e kryen me bashkëshorten e tij që e ka halal, si për atë që e kryen në mënyrë të ndaluar me zina, do të thënë ajo kënaqësia e përkohshme është njësoj. Por ai që e kryen me halal ka më shumë kënaqësi, sepse është i qetë, i sigurt, është në shtëpinë e tij, e mbyll shtëpinë, edhe është i rehatuar me bashkëshorten e tij, edhe i lumtur me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që është e kundërt gjendja me atë të cilin e kryen me haram, që nuk e ka zemrën qetë, ka frikë, ka do të thënë trysni, do thotë edhe
mendime se si ta fshej këta, mos e marrin vesh njerëzit e kështu me radhë. Domethënë, padyshim se secila kënaqësi në dunja, nëse kryhet sipas sheriatit, do thotë atë njeriu e përjeton në mënyrën më të mirë. Edhe nëse kryhet në kundërshtim me sheriatin, do thotë ajo kënaqësia e përkohshme është mirë, po nuk i ka këto mirësi të tjera. Këto janë në lidhje me mirësitë. Edhe për shkak të kohës do të vazhdojmë direkt ta lexojmë. Thotë sa u përket sprovave, me që ato ndodhin me do e mos krijesave. Dhe askush nuk u shpëton atyre. Patjetër do të vinë sprova. Mos mendoj njeriu se do të thonë mundet me ndonjë mënyrë të shpëtoj krejtësisht nga sprovat. Do të thotë sprova do të ketë. Ligjvënësi i urtë e ka përgatitur për to përgatitjen e duhur dhe i ka udhëzuar robrit e tij për durim, nënshtrim dhe pritje të shpërblimit. Dhe i ka udhëzuar që të mos i pranojnë sprovat me humbje të durimit, dorëzim dhe dobësim të shpirtit, por t'i pranojnë me fuqi, mbështetjen Allahun dhe besim të sinqert. Pra këto sprovat kur vinë, Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar për durim. Do të thonë, dhe durimi do të thotë mos shprehje të pakënaqësisë. Edhe kjo pakënaqësia mund të bëhet me fjalë, duke thonë fjalë mallkime kështu me radhë, ose fjalë të dëshpërimit, ose bëhet me veprime. Njerëz që e goditin veten, e goditin fytyrën, ose bëjnë veprime të këtilla. Edhe si thot autori, edhe ka njerëz, do të thonë, që për shkak të sprovave, do të thonë, përfundojnë me vetvrasje. Thotë këto, pra kjo është shkalla e parë, Allahu na ka urdhëruar për durim. Do të thënë mos i pranoj këto sprova me dëshpërim, edhe me pakënaqësi, por të jetë durimtar. Pastaj mos i pranoj me humbje të durimit, dorëzim dhe dobësim të shpirtit, por t'i pranoj me fuqi, mbështetjen Allahun dhe besim të sinqert. Me këta, barra e tyre lehtësohet. Ata që i pranojnë sprovat me durim, do të thënë barra lehtësohet. Vështirësia e tyre dobësohet, si thante smundja. Do të thënë kur e di se këtë sprovja ka dërguar Allahu subhanahu wa taala dhe në të ka shpërblime, edhe pret shpërblime të shumta tek Allahu, atëherë vështirësia bëhet e vogël, edhe e dobët. Dhe arrihet shpërblimi dhe shtimi i besimit. Shumë herë më shumë se ajo që ka ndodhur nga sprova. Do të thënë më shumë ka përfitime se sa humbje nga sprova. Edhe i shtohet besimi dhe kthehet, si tham, me pendim. Njeriu besimtari i sinqert kur e shes provën, menjëherë kupton se ajo ka të bëjë me mëkatet e tij dhe dobësinë e tij. Prandaj është për kujtim që të kthehet tek Allahu edhe ta shtoj pendimin, ta shtoj adhurimin dhe atëherë pas kësaj ka përfitime shumë e më shumë se sa ato humbjet që mund t'i kenë ardhur nga sprova. Thot, ka thënë Allahu i lartësuar: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Do të thonë, sigurisht që ne do t'ju provojmë me frikë, me uri, me mangësi të pasurisë të njerëzve dhe të fryteve, mirë po përgëzoj durimtarët. Do të thonë, patjetër do të ndodhin gjatë jetës së njeriut këto sprova. Do të ketë frikë, do të thonë luftë, do të ketë uri, do të ketë mangësi të njerëzve të pasurisë, të fryteve, mirë po përgëzoj ata që janë durimtarë. Do të thonë, me përgëzim të pakufizuar. Pra nuk është përmendur me çka të përgëzohen, që do të thonë se të gjitha llojet e përgëzimit, të cilët kur i godet një e keqe, çka thon, fjala e parë e besimtarit kur i vjen një e keqe nga të gjitha llojet, nuk është do të thonë vetëm në rast të vdekjes, por çdo gjë që është mangësi ose diçka e pakëndshme, thot inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Do të thonë, të Allahut jemi dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Çka do thot kjo fjalë? Kur e thot besimtari,
Pra nuk është vetëm fjalë e gojës, duhet patjetër ta thot me zemër dhe me kuptim të asaj që e thot. Do thot unë jam i Allahut. Do thot jam krijesë e Allahut, jam rob i Allahut, edhe tek unë ndodh ajo që e ka caktuar Allahu. Nuk ka tjetër përveç asaj, do të thënë nuk ka fuqi edhe nuk ka ndryshim përveç me atë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundet askush ta largoj sprovën, nuk mund askush ta sjell. Do të thënë vetëm është me caktimin e Allahut. Unë jam robi i Allahut, edhe mua ndodh vetëm ajo që ma cakton Allahu. Wa inna ilayhi raji'un, edhe tek ai do të kthehemi, do të thonë unë do të kthehem tek Allahu, edhe do të jap llogari për të mirat që më kanë ardhur, a kam falendëruar, dhe për sprovat që më kanë ardhur, a kam qenë durimtar. Edhe atëherë kur e thot njeriu këtë dhikr me kuptim dhe me meditim edhe me përqendrim të zemrës në ta, atëherë nga ky moment lehtësohet ose largohet sprova. Do të thonë kur e di, unë jam i Allahut, edhe më ka ndodhur ajo që më ka caktuar Allahu, dhe tek Allahu do të kthehem dhe do të jap llogari për këtë që si do të veproj. Atëherë kryesisht mbaron sprova për të. Nuk ka vështirësi pas kësaj. Edhe prandaj për këta ka thonë ulaika alehim salawatu min rabbihim, ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre, wa ulaika humul muhtadun, dhe ata janë në rrugën e drejtë. Gjithashtu ka thënë Allahu i lartësuar Innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vetëm durimtarët do ta marrin shpërblimin e tyre pa mas, pa llogari dhe pa kufizim. Gjithashtu ka thënë Allahu in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Do të thënë nëse ju ndjeni dhimbje prej luftës, do të thënë ky ajet është në kontekstin e ajeteve të luftës. Nëse ju ndjeni dhimbje, edhe ata ndjejnë dhimbje. Do të thënë njësoj, edhe ata ndjejnë dhimbje ashtu si edhe ju. Mirë po, ju shpresoni prej Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Do thotë, këtu është dallimi mes besimtarit dhe mosbesimtarit. Edhe këtu është dallimi mes të udhëzuarit dhe të pa udhëzuarit. Si folëm për dhuntit, gjithashtu edhe për sprovat. I vinë secilit, edhe besimtarit edhe mosbesimtarit. Nuk është e veçantë për asnjërin prej tyre. Por besimtari shpreson tek Allahu atë që nuk e shpreson mosbesimtari. Do të thënë nga kjo sprovë dhe nga kjo dhimbje do të përfitojë besimtari më shumë dhe do të përfitojë atë që nuk e përfiton dhe nuk e shpreson mosbesimtari. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po siç ka thënë ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. Do të thonë e çuditshme është çështja e besimtarit. E gjithë çështja e tij është e mirë, është mirësi. Do thotë kjo ajaban, do të thonë është me të vërtetë për të çuditur, edhe është për mrekulli gjendja e besimtarit. Nëse i ndodh një e mirë, in asabahu sarra shakara fa kana khayran lahu. Do të thonë atëherë ai falënderon dhe kjo është mirë për ta. Edhe nëse i ndodh një wain asabethu darra sabara fa kana khayran lahu. Atëherë nëse i ndodh një e keqe, ai duron dhe kjo është mirë për ta. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Dhe kjo nuk i takon askujt përveç se besimtarit. Do thotë besimtarit kur i ndodh një e mirë, falënderon dhe është mirënjohës dhe e shfrytëzon të mirën, si tham, në atë që i sjell dobi në dunja dhe në ahiret, edhe ja përforcon fen, ja përmirëson jetesën, kurse mosbesimtari kur i vjen një e mirë nuk falënderon, nuk është mirënjohës ndaj Allahut, i shtohet mendjematësia dhe arroganca, edhe e përdor atë për të shtypur njerëzit dhe për të bërë padrejtësi. Kështu që këtu kush përfiton? Përfiton besimtari prej kësaj të mire. Dhe kur i ndodh e keqja, gjithashtu besimtari është durimtar dhe i dorëzuar ndaj Allahut, kurse mosbesimtari është i shkatrohet edhe dëshpërohet nga e keqja. Kështu që kjo gjendje e mirë nuk i takon askujt përveç se besimtarit. Prandaj në fund ka thënë, shikoj këto udhëzime të urta
Po, do thotë sikur të ishim duke folur për ajetin, pra nëse ju keni dhimbt, edhe ata kanë dhimbt. Nëse besimtarët plagosen, edhe ata plagosen. Nëse besimtarët sprovohen, edhe ata sprovohen. Edhe mos besimtarët, do të thonë të gjithë njësoj. Mirë po dallimi është se ju e shpresoni tek Allahu atë që ata nuk e shpresojnë. Thot, në fund, shikoj këto udhëzime të urta dhe mençuritë plota në rrugën e sheriatit për pranimin e dhuntive, lumturive, gëzimeve, nga njëra anë, edhe për pranimin e sprovave, vështirësive dhe dëmeve, nga ana tjetër. Shiko si janë zemrat gjithmonë të qeta, jeta e lumtur dhe e këndshme, mirësia e arritshme dhe e shpresuar dhe fitimi i përhershëm. Do të thënë secilën gjendje, si tham në hadith. E çuditshme është çështja e besimtarit. E gjithë çështja e tij është mirësi, nëse i ndodh një gëzim, falenderon dhe kjo është mirë për të, dhe nëse i ndodh një vështirësi, duron dhe kjo është mirë për të. Kjo nuk i takon askujt tjetër përveç se besimtarit. Thot, ku është kjo gjendje e lartë madhështore në krahasim me ata që kanë devijuar nga feja, të cilëve kur u ndodh një e mirë dhe një dhunti, u rritet mendja, bëhen arrogant dhe gëzohen siç gëzohen kafshët. Bëhen diktator ndaj robërve të Allahut dhe i shkelin të gjitha kufit. Pra kur kanë mirësi, kur u jep Allahu pasuri, u jep pushtet, atëherë ky është veprimi i tyre. E kur të ndodh një e keqe, dëshpërohen dhe dobësohen. E ndoshta arrin gjendja e tyre deri te vetvrasja, për shkak të mungesës së durimit dhe për shkak të frikës dhe dëshpërimit që nuk barten. Allahut i kërkojmë shpëtim dhe mbrojtje. Do të kjo është dallimi mes besimtarit dhe mosbesimtarit. Prandaj mosbesimtari mendon kur i vinë sprovat dhe vështirësitë, edhe kur i humb ajo e mirë që e ka pasur, mendon se zgjidhja për këtë është vetvrasja. Kurse vetvrasja nuk është zgjidhje. Pra zgjidhjet e vërteta janë në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur vetvrasja nuk është prej atyre zgjidhjeve, thotë Allahu e ka ndaluar vetvrasjen me urdhra të prerë, do thotë me ndalime të fuqishme. Nuk lejohet vetvrasja për asnjë situatë dhe vetvrasja nuk është, pra mendojnë disa njerëz që kur ushtohet smundja, ose kur shtohen sprovat, sulmet nga njerëzit, ose kur shtohen humb pasuria e kështu me radhë, mendojnë se nuk ka rrugdalje tjetër përveç se vetvrasja. Kurse vetvrasja nuk është rrugdalje, po është ngatrim edhe më i madh. Do të thënë atëherë njeriu hyn në sprova edhe më të rënda, edhe që janë të cilat nuk mbarojnë asnjëherë. Hyn, do thotë, në këtë dënim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e vret veten me një gjë, do të thonë dënohet me ta deri në ditën e gjykimit, ose derisa të hyjë në zjarrin e xhehenemit. Dënohet me të njëjtën mënyrë me të cilën e ka vrarë veten. Do të thonë nuk është asnjë zgjidhje, nuk ka dalë nga vështirësitë. A më në nalë këta se po marrë frim. Këto janë disa shembuj. Me të vërtet, më vjen keq që nuk mund ta përfundojmë pasi u afrua edhe koha e namazit. Nuk mund ta përfundojmë edhe këtë çështjen e problemeve të politikës, dhe është me të vërtet pjesë e bukur edhe kjo, edhe udhëzime të mira. Por sidoqoftë, më në fund ka thënë autori rahimahullah, ka thënë se këto janë disa shembuj që i kemi dhënë. Pra nuk është qëllimi në këtë libër, nuk është qëllimi të sqarohen detaje këto çështje, por qëllimi është të jepen shembuj që ta kuptoj njeriu se si feja islame i jep zgjidhjet e përsosura për secilën çështje. Edhe me këto e kupton, që thot le të mjaftohemi në fund, do të thonë me te fjalët e fundit, le të mjaftohemi me përmendjen e këtij shembulli, ose është për qëllim e këtyre shembujve. Do të thonë këto shembull që i dham, se me to arrihet qëllimi.
do thotë u kuptua qëllimi i këtij libri. Nuk ishte qëllimi, do të thënë, sqarimi i secilës çështje, por sqarimi i zgjidhjes së vërtet që gjendet vetëm në fenë e vërtet, vetëm në fenë islame. Edhe më të vërtet është edhe kjo që ka mbetur, çështja e politikës edhe çështja e thirrjes në fe, janë shembuj të mrekullueshëm, edhe lutim Allahun që të na mundsoj ndonjëherë tjetër. Por në fund ka thënë autori, u shkrua më 5 Rabiul Akhir 1375 Hijri. Kjo datë është e rëndësishme sepse Sheikh Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di ka vdekur në vitin 1376. Dhe kjo do thotë se ky libër është përmbledhje e diturisë dhe përvojës së tij. Do thotë është libri i fundit, ndoshta i fundit ose prej të fundit që i ka shkruar. Pra pasi ky sheh ka filluar me shkrime dhe libra shumë herët, edhe duhet ta kuptojmë se gjithë librat tjerë që i njohim edhe tjerë që nuk i njohim, edhe librat e tefsirit e kështu me radhë i ka shkruar më herët. Kurse ky libër është si përmbledhje e gjithë diturive dhe kuptimit të tij dhe përvojës së tij, që i ka përfshirë dhe i ka përmbledhur në këtë mënyrë të bukur. Prandaj duhet ta kuptoni rëndësinë dhe vlerën e këtij libri, edhe duhet ta mësojmë edhe më shumë. Edhe me të vërtetë është ndihmë e madhe për përforcim të besimit. Është prej këtyre librave që quhen, domethënë i quajnë dietarët për li ta'zizil yaqin. Domethënë janë libra për përforcimin e bindjes. Pra, ndryshe nga librat ku mësojmë rregullat dhe argumentet e tauhidit dhe argumentet e shtyllave tjera të imanit, edhe i mësojmë rregullat e fesë, normat e shariatit, mirëpo ka libra të tillë që ja shtojnë bindjen besimtarit, edhe më shumë që ta kuptoj rëndësinë dhe vërtetësinë e kësaj feje. Edhe ky është një prej këtyre librave dhe e ka shkruar një dietar imam i madh dhe në fund të jetës së tij, që është jetë e mbushur me dituri, dhe shikoni se sa si vazhdojnë shpërblimet për ta, inshallah. Do të thënë edhe pas gjithë këtyre viteve që ka vdekur, i kalon këto thesare, edhe i ka shfrytzuar ato dhunti që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, edhe ne përfitojmë edhe në këtë vend, edhe do të përfitojnë edhe njerëz dhe gjenerata të tjera. Për fund, e lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, e lusim atë, pasi ai është Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, që të na ndihmojë ta përmendim atë, ta falenderojmë atë dhe në mënyrën më të bukur ta adhurojmë atë. Subhanahu wa ta'ala. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. O Allah, na udhëzon në udhën e drejtë, në udhën e atyre që i bekatove me të mira, e jo në të atyre që kundër vete e shkaktuan zemrimin tënd, e as në të atyre që janë të devijuar. O Zoti ynë, na jep të mira në dunja, të mira në ahiret dhe na ruaj prej dënimit të xhehenemit. O Zoti ynë, na jep në bashkëshortet tona dhe në pasardhësit tan kënaqësi për zemrat tona dhe na bëj prijes të devotshmëve. O Zoti ynë, na i fal gjunahet ne, prindërve tan dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve. O Allah, ne të kërkojmë qëndrueshmëri në fe dhe vendosmëri në udhëzim, të kërkojmë shkaqet e faljes sate dhe sjellësit e mëshirës sate, të kërkojmë, të falenderojmë dhuntitë tua dhe të adhurojmë në mënyrën më të mirë, të kërkojmë zemër të shëndosh dhe gjuhë sinqert, të kërkojmë të mirat që ti i di, strehojmë të ti nga e keqja që ti e di dhe kërkojmë falje për ato që ti i di, ti i gjithdijshëm për fshehtësitë. Na përmirëso fenë, e cila është çështja jonë kryesore, na përmirëso dunjan në të cilën është jetesa jonë, na përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na bëj jetën shtim të çdo të mire dhe na bëj vdekjen rehati nga çdo e keqe. O Zoti ynë, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet dhe na mbron nga pushtrimi në dunja dhe dënimi në ahiret. O Allah, na dhuro frikë ndaj teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lehtëson sprovat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë.
dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson, mos na ços provën në fen ton, mos na e bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturinë ton dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. I lartësuar dhe i shenjtë je ti, e gjithë lavdia të takon ty, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt, posteje, kërkoj falje dhe pendohem të ti. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad.